Lakër ushqie për veluar receta më unike që mund të provoni. Këtë recetë përgatis çdo vit në familjen time dhe gjithmonë mbetet e preferuar. Masat që do ju jap janë për 15 kg lakra, ndërsa mbushen 4 kavanoz të 5 litrave. Fillimisht lakrat i prejmë në këtë mënyrë. Prejmë sficat e djegës, karrotat. Në kavanoz vendosim një shtresë lakra, hedhim karrota, spec djegës, hudhër, piper të zi kokër. Shtonim majtanoz të freskët apo majtanoz të thatë, unë kam bërë të dy llojet. Vazhdojmë prapë me lakrat, i mbushim kavanozat, në anën tjetër përgatisim ujin. Tek uji shtojmë kripën, sheqerin, vajin. Uji duhet të vloj, pasi uji të vloj zihet për 5 minuta e largojmë dhe shtojmë uthullën. Ujin e sapo vluar e hedhim sipër lakrave. Kavanozat i mbyllim mirë, i lëm të qëndrojnë në vend të errët dhe të freskët. Mund t'i konsumoni pas 10 ditëve apo 2 javë. Çdo vit marr mesazhe falendëruese pafund për këtë recetë sepse vërtet është unike dhe ka një shije të pakrahasuar. Nëse provoni ju bëftë mirë.